shkojmë një herë në Berat, aty na pret gazetari ynë Norel Zaimi. Përshëndetje Norel. Albana, mirëmbrëma, siç e thatë edhe ju, në fakt, kur kemi bërë bashkë lidhjen e fundit në orën 18:05, ishin kryetarët e fundit në fakt që prisin në dyert e Komisionit Zonal të Administrimit Zgjedhor, ku dhe ndodhemi që po raportojnë, ku ndodhen pas shtëpisë son 72 kuti votimi që i përkasin qendrës urbane të Bashkisë Madhe të Beratit, ndërsa në bibliotekën e qytetit Vexhi Buaraja, e cila është shumë pranë qendrës ku ne ndodhemi, në qendrën e qytetit Beratit, ndodhen 44 kuti që i përkasin 4 njësive administrative apo rrethinave të Beratit. Gjatë ditës sot me kemi raportuar një proces i cili ka qenë kryesisht i qetë, përveç disa problematikave të vogla që janë shënuar me ikjen e disa komisionerëve të djathtë që mbështesin partitë e djathta që mbështesin Pavlo Shkarpën, i cili është deputet i propozuar nga zgjedhësit, por i mbështetur nga partitë opozitare, e ndërkohë gjatë ditës kemi raportuar edhe për të dy kandidatët, Ervin Ceca, i cili garon për Partinë Socialiste, i cili më herët ka mbajtur mandatin e kryetarit të Këshillit Bashkiak dhe më pas ka mbajtur postin e kryetarit të komanduar të Bashkisë Beratit, ndërsa Pavlo, siç e tham, Shkarpa është një inxhinier, të dy qytetarë të Beratit të lindur, të rritur dhe kanë kontribuar, të cilët përballë sot kanë dalë për të garuar për të rizgjedhur kryetar të Bashkisë së Beratit. Siç e thash, dita e shoqëruar me rreshje të dedura shiu në fakt të gjitha rrethinat edhe në qytetin e Beratit dhe përqindja totale e pjesëmarrësve të zgjedhjeve të para pluraliste nuk ka ndodhur një gjë e tillë në qytetin e Beratit në fakt, por kjo ka disa arsye për shkak sepse kjo fushat ka qenë një fushat e cila ka qenë një fushat e shpejt, nuk ka ndodhur që liderët politik të mbështesin ata që ata kanë propozuar për të bërë kryetar bashkie, dhe shumë qytetarë mase nuk kanë qenë informuar apo rreshtet e shiut, por në total procesi ka ecur shumë mirë në qytetin e Beratit, për shkak sepse qytetarët e Beratit janë shquar për maturi, për qytetari, ata janë drejtuar që për 7 kutive të votimit dhe do të kemi një rezultat para prag, besoj në orën 10 të mbrëmjes, për një orë, do të nisi numërimi në të dyja qendrat në Komisionet Zonale të Administrimit Zgjedhor, siç e thash, për Bashkinë e Beratit. Mendoj që nga ora 2 e ditës së hënë në mesnatë mund të kemi një rezultat para prag për shkak të përqindjes të numrit të votuesve total. Unë them se duhet të kenë votuar mbi 10.300 qytetar nga 53.000 që kanë qenë në zgjedhjet e majit të vitit kaluar për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare. Kjo do të thotë që grupet e numërimit janë të trajnuara në të dyja qendrat e numërimit dhe ka përshtypje që ky rezultat do të shpallet shumë shpejt, Albana. Siç e thash, edhe në zonat malore të thella pranë njësive administrative të cilat janë në zonat e thella, në malësitë e malit të Tomorit, qytetarët kanë shkuar, kanë shprehur vullnetin e tyre, po ashtu në njësitë administrative, në Sinj, në Velabisht, në Ollak, qytetarët e Beratit kanë shkuar në kutitë e votimit. Gjatë ditës ka patur pretendime edhe nga palët politike, deputetët e Partisë Demokratike të cilët mbështetin kandidatin e pavarur zotin Pavlo Shkarpa, gjatë paraditës kanë pasur disa pretendime, por nëse do të kemi lidhje të tjera, ne do t'i kemi këtu sërish ata kur të hapet në fakt të qendra e numërimit, ku do të jenë grupet e numërimit, ku do të jenë të gjithë aktorët politikë të dy palëve politike që kanë garuar sot për kreun e ri të bashkisë, do t'i kemi të balancuar për Kamrën e RTS 24, Albana, linja për ju në studio. Unë falenderoj shumë Norel që ishe me ne, do të jemi sërish në vijim së bashku, ju tha që në orën 22 fillon numërimi i fletëve të votimit. Okej, faleminderit.